gjykata tona kishte qenë rregull që referatin e kuptohet çdo profesion i ka sfidat e veta. Ne një prej sfidave kemi që gjykatat tona për hir të ngarkesës ende nuk kanë mundësi me vepru më shpejt me i përfundu lanë të cilat shkojnë sipas mjeteve juridike përkatësisht sipas prapësimit dhe ankesa. Por megjithatë një trend pak a shumë po shkon drejt përmirësimit dhe drejt zvogëlimit të vonesave, ku edhe kemi marrë edhe premtime edhe prej kryesuesit të Këshillit Gjyqësor që do të fillojnë e kanë bërë një strategji që me fillu më shpejt me u trajtu lanë edhe me mos me pas varritje të shumta siç kanë qenë deri tash. Po ashtu kemi arritë edhe me disa institucione të marrim qasjet elektronike në regjistrin llogarive bankare, Bankë Qendrore, Departamenti i Regjistrimit të Automjeteve, Agjencionit Katastral të Kosovës, ku të thotë përmbaruesit kanë qasje dhe nuk ka nevojë të këmbin as shkresat kështu, por gjitha veprimet të cilat e janë ngarkon ligji ku kanë kompetencën e tyre i ndërmarrin veprimet direkt në sistem edhe si për ngarkim të pasurisë apo ndalesë pasurisë si sendet lëshme si palëshmërive, si për lirimin e tyre, ata direkt drejt për drejti i kryejnë veprimet vetë në sistemin e përkatës, si të Bankës Qendrore, si të Departamentit të Regjistrimit të Automjeteve dhe të Agjencionit Katastral të Kosovës. Mirë po, mbi 300.000 lanë prej se kemi fillu në, janë dikun mbi 325 milion që janë pranuar punë të përmbaruesit dhe mbi dikun 130.000 tyneve, do thotë rreth 60% janë të përfunduara. Ku gjithë ata qindra miliona mbi rreth 600 milion euro që janë inkasu borxhe që kanë qenë bllokuar parë, që kanë pjetë me një farë forme të qytetarëve, të kreditorëve, të institucioneve, të kompanive publike, gjitha ato me kapacitetet që kanë gjykatat ato, ndoshta edhe me dekada të tëra, me 4-50 vite, nuk kishin pas shans me inkasu gjykatat e tona. Do thotë, ajo e cila ndoshta për një kategori të njerëzve apo qytetarëve, apo përkatësisht për debitorët që përmbaruesit ndoshta nuk mund me qenë imazh i mirë, është pikërisht sepse më herët janë mësuar mos me kry obligimet edhe nuk ju ka prish shumë punë aty se me nis me vetë edhe me dëgju dëshirën e tyre, normalisht që ata po që se nuk detyrohen me kry obligimet e veta, me dëshirë do të kishin me kry punë. Për ata edhe nuk është edhe për muhabit që pse në Kosovë ka lind ky institucion, sepse në Kosovë realisht ka lind ndoshta në mes shtetet edhe shteti i fundit në rajon në Ballkan, sepse çdo shtet që është themeluar ky institucion me kompetenca jashtë gjykatës, pikërisht ka lind sepse gjykatat nuk kanë arrit me
përfundu veprimet përmbarimbore të lëndëve dhe ka lind institucioni përmbaruesit jashtë gjykatave, prandaj edhe është liru gjykata vetëm se tash jemi të shku në drejtim që duhet ta arrijmë që gjykatat tona ta shtojnë efikasitetin edhe ta shkurtojnë kohën e vendosjes, sepse ajo po ndikon që përveç që palëve pjesëvarritën të drejtat e tyre me realizu kreditorët drejtat e veta, po ndikon edhe në një dëm që po te ato land ku rrjedh kamata për shembull, nëse 2 vite nuk vendoset për një land, borxhet e mëdha, kamat vonesa rreth 8%, që është parimisht sipas ligjit, po bën 2 dëme. Edhe po vonohet realizimi i drejtës biznesit apo qytetarit, edhe po shkaktohet dëm edhe i buxhetit shtetit, po edhe i buxhetit të debitorëve privat, sepse çdo zvarritje pe rrit kostën edhe po bën dëm në aspektin ekonomik.